Të nderuar miq, mirëmbrëma. Zëri i Amerikës së Reale. Katsanov fillon punë në Pentagon. Trump nuk anullon dot faljet e Bidenit. Kthehen në punë 20.000 të pushuar nga Musk. Ka humbur Yuri Kim. Trump nuk ka plan kundër Iranit. Presidenti Trump sfidon gjyqësorin. Çari i kufirit jugor thot nuk dua t'ia di për gjykatësit. Trump rroft Bezos. Për gjithmonë, Banaking. Kam pasur një koment pikërisht për luftën e humbur të BE-s, do ta sjell edhe një herë. Europa duket se kur kërkon të marrë një rol të madh. Por përpara se të akuzoj zotin Trump për jacksionizëm ose izolacionizëm, duhet të shpjegoj që përse Europa meriton një suficit tregtar $200 miliardë në vit? Përse tarifat e Europës me Amerikën nuk janë simetrike? Pra kur ti ndalon prodhimet amerikane, përse zoti Trump mos ndaloj prodhimet tuaja? Ju me të vërtet mund të jeni 500 milion banor në Europë, thonë analistët amerikanë. A keni ju në një strategji për Ukrainën? Zero. Dakord, Putini pushtoi Ukrainën. Po a ka ndonjë rezolutë strategjike Ukraina përfitore? Jo. Shpjegoni amerikanëve përse ju meritoni të mos shpenzoni 2% të GDP-s për NATO-n, e keni premtuar 11 vite më parë. Përse nuk ndihmoni? Gjermania njihet për prodhimet tankesh. Pse nuk i dërgon tanke pra Ukrainës? Finlandezët janë të shquar në artilleri. Pse nuk i dërgojnë ata? Francezët, britanikët, të fortë në luftën e ajrit, asgjë. E keni idenë që Amerika ka paguar 3 vjet gjithë rrogat administratës Ukrainës? Nonsense. Ndaj Trump ka drejt të realizoj çdo gjë paqe për të ndaluar këtë masakër të rreth Stalingradit. Biseda midis presidentit Trump dhe Putin u tha se ishte 90 minuta, Trump pranoi që ka qenë 2 orë, personi i cili ishte 3 orë me Trump në shtëpinë e bardhë e di më mirë se çka ndodhur është Bill O'Reilly. Një segment. That's good. They further discuss the need to stop the proliferation of strategic weapons, will engage with others to ensure the broadest possible application. But the positive. Two leaders shared the view that Iran should never be in a position to destroy Israel. Netanyahu should be happy about that, and we'll report on the ceasefire in Gaza going down a little bit later on. Finally, both Putin and Trump agreed that a future with an improved bilateral relationship between the USA and Russia has a huge upside, includes enormous economic deals, geopolitical stability, when peace has been achieved. Okay, so all positive right now. Putin is a monster, a slippery guy. You got to take that into account. But I think Trump is handling it pretty well. I'm going to get into some micro in a moment. That now becomes a fait accompli, I believe. I think that this ceasefire will happen. Don't know the time frame. Okay? Trump's got good guys over there. His negotiators are good, in my opinion. And I'm tough. Për gjithmonë, Banaking. Nga ajo që na është dërguar nga shtëpia e bardhë, është folur për një
rivendosje të marrëdhënieve bilaterale Rusi-Amerikë, është folur për Iranin të mos ketë kur kushte që të azjesoj Izraelin, është folur për linjën e mesme, dhe faktikisht është një kthim i Putinit në arenën ndërkombëtare. Pra, në këtë bisedë, ku siç ka thënë Bolton, 75% flet Putin dhe jo Trump, fituesi është presidenti diktator rus, i cili ka pranuar në parim armëpushimin për 30 ditë, por me disa detaje. Djalli qëndron te detajet. Këtë e dim. Do të ketë një armëpushim tek strukturat energjetike, disa shkëmbime të burgosur. Trump thotë që nuk kemi folur për tokat, për territoret, por nga ana e rusëve thuhet se është folur. A është folur për bazat amerikane, a është folur për Kosovën, a është folur... Pra, në një bisedë 2 orëshe, duhet jenë folur shumë gjëra. Akuzohet Trump shumë i butë, si i rekrutuar nga KGB-ja. Mos u habisni që këto informacionet i keni nga agjencitë britanike, franceze, gjermane, për ta ulur reputacionin e Trump, do të thuhet që ka shitur pasuri me vlera 2 ose 3 fish tek rusët në Florida, shumë biznes me rusët, Trump Tower, Mosk, enigmatike e kaluara e tij. Këto janë të gjitha për ta sulmuar, asgjë nuk është e provuar. Roosevelti pati aleancë me Stalinin. Stalini ka qenë kriminal tejet më i madh se Putin. Të majtësit i lejohet, Trumpit jo. E vetë një mënyrë për të tërhequr Putinin bisedime, është kjo lloj strategjie e përdorur nga zoti Trump. Por Bolton thotë që Trump gabon, ai e konsideron Trumpin si mik, si shok, nuk është, dhe qëllimi i tij është që të fitojë Nobelin. Edhe një herë Bolton. Of what benefits Donald Trump. So he has said many times he sees foreign policy as being equivalent to the relations between the heads of 2 governments. So if he has a good relationship with Vladimir Putin, he thinks the US has good relations with Russia. Now, I'm not dismissing the role of... Si gjithmonë, herën e fundit kur Trump u takua me Putinit, ju ishit në të njëjtën dhomë. A mendon se Putini e merr seriozisht Trumpin? Mendoj se e merr seriozisht si presidenti i Amerikës, por nuk mendoj se e merr seriozisht si Trump. E shikon si dikë që është i manipulueshëm. Si një stërvitur i KGB-s, ai e manipulon dhe që nga koha e inaugurimit, ai e ka manipuluar Trumpin në shumë gjëra. And just in the past few weeks since Trump's inauguration, I think he's done a number of things to manipulate him on Ukraine, for example. Përgjithmonë Banaking. Natyrisht që kur ka bisedime të mëdhenj, preken dhe vendet e vogla. A do ta prek marrëveshja Kosovën? A do të hiki baza amerikane atje? A do të largohet nga NATO? Janë enigma të mëdha dhe ajo që na e rrit dyshimin është arroganca dhe ignoranca e Donald Trump Jr. në takimin me Vučić, një mesazh që është pro-Serbis, edhe pse ai nuk ka asnjë post zyrtar, por dihet forca e tij shumë e madhe, gjysma e kabinetit zotit Trump është emëruar nga ai. Megjithatë, Biden më ka thënë disa herë që Trump jump kërcen nga një subjekt në subjekt tjetër, nuk na ka dëmtuar mandatin e parë, zoti do të mos na dëmtojë dhe këtë radhë. Sa më larg diku Grinell nga Kosova, aq më mirë për ne. Por Kurthi duhet gjej një lobing, një zyrë lobingu për të rivendosur marrëdhëniet me Amerikën siç duhet në favor të interesave shqiptare. Çfarë është mirë për Kosovën, për Ballkanin, të jetë në ndikimin amerikan apo në ndikimin evropian? Nëse ne jemi në Francën dhe Gjermaninë, mendoj se ne kemi humbur. Ndaj përplasjet midis BE-s dhe NATO-s janë shumë të rëndësishme në këtë pikë, se gjërat mund dalin jashtë duarve. Nëse njerëzit popit në Europën Perëndimore do shikonin atë pamjen më të madhe, ata do ta kuptonin që të jesh antar i perëndimit si diçka e përgjithshme është shumë e rëndësishme se të jesh pjesë e BE-s. Ne do të kishim gjetur rrugë që të kishim marrëveshje për tregti të lirë midis Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ata do të kishin, evropianët kishin atë NATO si mbrojtje të perëndimit. NATO is the military arm of the West. E kemi flakur këtë lloj, në Trumpi këtë e ka flakur tej. Ai po bën atë që sovjetikët donin gjatë luftës së dytë që ta përçanin perëndimin.
nuk është mirë për asnjë. Kombet e di që duan situatën më të mirë ekonomike, pa diskutim. Donin situatat më të mira gjeostrategjike. Këto gjëra bëhen, po është e pamundur nëse Bashkimi Evropian merr përsipër t'i bëjë të gjitha. Impossible to achieve, but it is impossible if the EU Sepse të paktën në anën ushtarake ata do të dështojnë. on the military side they will fail. Përgjithmonë Banaking. Ç'po ngjet në Departamentin Amerikan të Shtetit. Rubio u detyrua të pushonte 1380 diplomatë që ishin në probation. Probation janë diplomatët që kanë 1 vit, 2 vjet punë, janë provë, gjykata i ka kthyer përsëri. Janë 700 diplomatë që kanë pranuar pension të parakohshëm dhe janë lërguar me dëshirë. Pensioni është në pagesë shumë e madhe. Rubio këtë e tha kur përplas me Elon Musk. Ndërto mund të jetë Donald Lu, i larguar me pension të parakohshëm, mund të jetë dhe Eurikimi, e cila ka humbur, nuk dihet se ku ka shkuar. Departamenti, unë e kam pyetur zyrtarisht, nuk e përgjigje, për Kasanovin e kam përgjigjen. Ka kaluar në Pentagon, lektor të Institutit i Mbrojtjes. Ishte një figurë që mbështeste lobin shqiptar amerikan, por në atë pozicion politik të leadershipit të departamentit nuk mund të rinde. Çfarë ngjet? Kur vjen një sekretar i ri i shtetit, largohen emrimet politike, i japin dorëheqje të gjithë, në disa poste politike janë dhe punonjës të karrierës, siç ishte ambasadori Donald Lu. Protokolli e do që ata që ndrojnë detyrë derisa kalon nominimi nga sekretari i ri. Nominime s'ka për 6 muaj, janë bllokuar, as për ambasador, as për emërimet në departament ka vetëm acting detyrë. Kështu që Lu u largua bashkë me 60 vjetët e parë. Mund të ketë dalë në pension, mund të afruar diçka tjetër, jo i shkarkuar si s'flasin në Shqipëri. E një dhe gjë me Kasanovin, Eurikim nuk është tek web page si numri 2 i Byros Europës. Edhe ajo mund të ketë dalë në pension të parakohshëm, mund të shkojnë në detyrë më të ulët, mund të pres mbase për ambasadore. Presim kur të na vi zyrtarisht nga departamenti. Unë them aq sa mund të them, off record aq sa di. Kam qenë i ashpër me të, jam krenar, një pjesë kur jam përplasur me të në konferencë shtyp. On you, please unmute yourself and ask your question. Robert Papa. Robert Papa, MCN Albania. A është e vërtet që pilot nga Ukraina do stërvitet në bazën e NATO-s në Kuçov në Shqipëri? I haven't heard that. You don't have it. There are armët taktike bërthamore të Turqisë do të vendosen në bazën e Kuçovës. E vërtet? I don't know how to respond to that. It's not anything that I've ever heard. Në qoftë se kjo është e vërtet, kjo është arsye që ju toleroni korrupsionin në qeverisë Rama? I don't think I have anything to say to those questions, Mr. Papa. But I appreciate your political perspective. Thank you, man. Thank you for this question. I see there is Përgjithmonë Banaking. Zonja ose Zënjusha ka qenë haptas kundër Partisë Demokratike, haptas kundër Berishës dhe haptas pro Ramës. Ka shkelur protokollin diplomatik. Ma ka thënë Bolton që ambasadorët e kanë të ndaluar të marrin pjesë në përplasjet lokale politike. Ajo mori pjesë, largimi i saj është një lajm i mirë, por propaganda pa logjik për nxitur sa to pak shije anti-amerikanizmi është e dëmshme. Ne ekzistojmë nga Amerika. Departamenti është përfaqësues i politikës jashtme, është i majtë. 74% të punonjësve janë demokratë. Fakt. Duke ditur të ngresh çështjen tënde këtu, arrin t'i bindësh, arrin të jesh fitues. Trump might withdraw from NATO, but there are Trump mund të riqet nga NATO. Në Ballkan, Shqipëri, kujtojmë se Kongresi e ndalon. Ka nxjerrur një ligj, por kjo do të ishte antikushtetuese, a kanë të drejtë?
Yeah, that's right. Actually, Congress has already enacted a statute. Këtë drejt. Kongresi kaloi aktin kombëtar të mbrojtjes ku thuhet një president nuk mund të tërhiqet nga NATO pa aprovimin e të dy domave të Kongresit, pra Kongresin dhe Senatin, por ai ligj ishte antikushtetues. Nuk ka pasur kurrë një vendim përfundimtar nga Gjykata Supreme. Çështja më afërt ka qenë Goldwater dhe Carter. Kur pati atë mosnjohjen e Republikës Kinës. Gjykata atëherë tha se ishte çështje politike dhe gjykata nuk mund vendoste nga asnjë palë. Presidentët janë tërhequr nga shumë traktate. But I think having helped several presidents get out of many treaties where the Senate nuk ka mundur të bëjë asgjë. Presidenti të tërhiqet, si shtatë ju është vështirë ta kuptojnë. Të tërhiqesh nga NATO do të thotë të tërhiqesh nga Traktati i Washingtonit, traktat që krijoi NATO. Kongresi nuk e ndal dot. Kongresi kaloi një rezolutë ndaloi, por kjo ishte antikushtetuese. Presidentët nuk I ulën Gjykatës Supreme. Por kanë fuqi që të braktisin çdo traktat. Unë kam shërbyer ndaj shumë presidentëve që janë tërhequr nga traktatet. I've helped several presidents withdraw from several treaties, and Congress has whimpered, but they've never done anything about it. And that's what withdrawing from NATO is. Kongresi ka folur, por nuk ka bërë asgjë. Largimi nga NATO është largim nga traktati I NATO-s. Mbase Trump nuk tërhiqet, mbase e shpërqendrojnë për 4 vite. Dëmi që mund t'i bëjë NATO-s, ato 4 vite do të jenë të pariparueshme. Nuk shikojnë ndonjë rrugë që Vance ta ngadalsoj për këtë. Ai madje do të jetë një përshpejtues I antipatisë Trumpit ndaj NATO-s. Ai do afrohet me Putin, Xi Jinping apo Kimin e Koresë. Trump nuk është normal. Çdo gjë është e mundshme. Sepse ai thelbësisht nuk beson për asgjë. Të gjithë politikanët kërkojnë të përfitojnë për vete, vetëm politikisht. Trump e shikon çdo gjë me prizmin se çfarë do të jetë në dobi të Donald Trump. Gjatë kohës time si këshilltar, ne për të siguruar interesat e sigurisë kombëtare, I paraqisnim çështjet sigurisht në vetëm një dobi politike për Trumpin dhe jo ashtu siç ishin. Pra, harronim analizën strategjike. Duke menduar se si vepron Trump si person normal, kjo nuk ngjet. Tonë është zëdhënës strategjik I Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ju përgjigj direkt pyetjes për Ballkanin e hapur dhe më referoj në departament për mos lejimin e Ramës në dialogun strategjik. Go ahead. All right, let's go to Robert Papa from Albania. Yeah, what about the Open Balkans? Is US supporting the Open Balkans under the leadership of Serbian President Vučić? We are supportive of all initiatives that would enhance economic cooperation, integration, and boost stability and prosperity in the Western Balkans. Look, I'm going to refer you to the State Department on the more specific details of the first question that you asked. I would note that just recently the Principal Deputy National Security Advisor John Feiner had a chance to meet with the Albanian foreign. Gjithmonë Banaking. Të rreth Stalingradit. Natyrisht që Trump ka probleme edhe këtu. Trump I fitoi për dy gjëra, kam thënë, kufirin e gorë dhe ekonominë. Ekonomia është shpejt 50 ditë, pak sa ka rënë çmimi I naftës, duket se do bjerë dhe çmimi I vezëve. Ajo që ka nisur me luftën tregtare të tarifave ka sjellur një shok të madh. Problemi është se ka deportuar rreth 200 nga grupet gangsterëve të Venezuelës në një burg të tmerrshëm në Salvador, edhe pse një gjykatës federal ka marrë një vendim që kjo të ndalohet. Newt Gingrich, I speakeri konservator I republikanëve, cilin kam pasur fatin të takoj kryeqytetare Pietra Arbnorin në Kongres, dje në Fox News ka thënë që nuk ka se si një gjykatës lokal të vendosmi presidentin pra me njerëzit e votuar.
nuk kemi vetokraci, duhet kemi demokraci. Kongresi dhe Senati duhet thrasin urgjent këtë gjykatës federal, wokist, liberal, radikal i majt, ndaq nga Hawaii apo në Kaliforni, hearing me betim Kongres dhe Senat. Ku e mbështet në kushtetut këtë vendim? Çfarë baze juridike ke për të ndaluar një vendim legjitim presidentit Amerikës? Dhe Senati dhe Kongresi ose t'ja shkri gjykatën ku ai punon, ose ta impeach, ta shkarkoj nga detyra gjyqtarit. Është një elit gjyqtarësh të majt që kërkon të pengoj zotin Trump. Nuk po i pyet. Do të kthehet si Roosevelt i famshëm dikur që nuk pyeti gjykatën supreme. Kryetari i gjykatës supreme Roberts gaboi rënd kur i dha drejt një gjykatësi lokal që duhet i çngri fondet e USAID-it $2 miliard të mbetura nga Bideni, presidenti Trump. Por kjo do kaloj edhe një herë te gjykata lokale. Pra, e vetmja zgjidhje është hearing, Kongres dhe në Senat. Tirania e këtij sistemi drejtësie të majt duhet marrë fund. Nga unë Robert Papa, ju përshëndes. Për gjithmonë, Banaking.